Një martesë e keqe dëmton zemrën më shumë se pirja e duhanit çdo ditë. Një studim i fundit ka zbuluar se një martesë e stresuar dhe e pakënaqshme mund të jetë më e dëmshme për zemrën se sa pirja e duhanit çdo ditë. Sipas ekspertëve, tensioni i vazhdueshëm dhe konflikti i përsëritur në një marrëdhënie të pakënaqshme shkaktojnë stres kronik, i cili ndikon negativisht jo vetëm tek shëndeti mendor, por edhe tek sistemi kardiovaskular. Studiuesit theksojnë se njerëzit që jetojnë në një martesë të tensionuar kanë rrezik më të lartë për presion të lartë të gjakut, sulme në zemër dhe probleme të tjera kardiake. Tensioni emocional dhe ndjenja e pakënaqësisë në çift mund të shkaktojë inflamacion dhe shqetësime të vazhdueshme që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin fizik. Nga ana tjetër, një martesë e lumtur dhe mbështetur në respekt dhe komunikim duket se ka efekt mbrojtës për zemrën. Personat që kanë marrëdhënie të shëndetshme shpesh përfitojnë mbështetje emocionale, reduktim të stresit dhe përmirësim të mirëqenies së përgjithshme. Ekspertët këshillojnë se lumturia në çift nuk është thjesht një ndjenjë, është një element kyç i shëndetit afatgjat. Ata rekomandojnë që partnerët të investojnë kohë në komunikim të hapur, mirëkuptim dhe përmirësim të marrëdhënies. Pasi kjo, jo vetëm që forcon lidhjen emocionale, por edhe mbron zemrën nga pasojat e stresit kronik. Studimi nënvizon rëndësinë e zgjedhjeve të shëndetshme në marrëdhënie dhe ndikimin e drejtpërdrejtë që ka lumturia ose pakënaqësia në çift mbi shëndetin tonë.